Ju përshëndes nga edicioni qendror ku do të ndajmë së bashku disa prej zhvillimeve kryesore, do të ndalemi pikërisht e sezoni turistik, ku prej muajit maj Vlora është në vëmendjen e pushuesve vendas dhe të huaj. Sipas tyre Vlora është një destinacion i përhershëm për klimën, detin dhe mikpritjen. Sezoni veror ka sjellë drejt Vlorës me qindra pushues vendas dhe të huaj, mes tyre sigurisht janë edhe qytetarët vlonjat, të cilët i gjen çdo ditë në Bregdet. Pushues vendas dhe të huaj që gjenden sot në plazhet e qytetit të Vlorës tregojnë se deti, plazhi dhe klima e mirë janë arsyet pse sezonin veror e kalojnë në Vlorë. Qytetin e përshkruajnë si më të mrekullueshmin në Shqipëri. Pushuesit tregojnë se e kanë nisur sezonin në muajin maj, por edhe më parë dhe do ta vazhdojnë gjatë dhe përgjatë vjeshtës dhe dimrit. Në qytet tregojnë se ka shumë turistë dhe janë me kompozitë të ndryshme, teksa pritshmëritë e tyre janë që ky sezon të jetë pozitiv. Sipas pushuesve, ndikim negativ në sektorin e turizmit kanë protestat që po zhvillohen, të cilat sipas tyre po trembin dhe largojnë turistët nga Vlora. Përgjithshme a mirë, vetëm që na i prishin një çik koha. Filluan dallgët, donim një det më të qetë. Në Athina me shit tash. Si është klima moti? Klima siç e shikoni dhe vet. Mirë, keq. Po pavarësisht neve do vim të bëjmë çik plazhe. Kemi nevoj për shëndetin. Kur e ke nisë këtë sezon veror? Jo, këtë sezon e nisa çik me vones. E shet detin, plazhin si arsye, si mjek, le themi. Po, e kam nevoj i shëndetësor në ratë të parë. Edhe si mjetë që kalojmë dhe orën, se mosha jonë tani... Po kjo është rritur mes të detit. Vazhdojnë gjatë plazhin të vit? Po të shikoj me të parë, me të bërë, pa planifikim. Dëshirën e ke? Dëshira shumë e madhe. Vlora, ka pushues, ka turistë? Jo. Po si këna e gjerë shtator këtu e ke? Jo. Do të ketë në vim, ke pritshmëri se mund të ketë më tepër? Parashikimi është kota, them, se nuk dihet nga dita në ditë. Po mua më vjen keq dhe me ato protestat që ndodhin në Tiranë, po na i prishin imazhin e Shqipërisë që kemi vendin më të bukur në botë. Si po duket sot? Plazhi unë sa kam ardhur, as kam fjetur tërnatë dhe erdha drejtë në plazh. I lash ato që ishin për frigorifer, edhe erdha në plazh. Nga vjen? Nga Athina. Sot erdha nga Athina, atje banoj. Atje jeton. Kthehesh vit për pushime në Shqipëri? Po, ja te kam shpinu. Unë sa marr rrugën për në Vlorë, më mbushe muskrit. Them erdha në Vlorë. Shpreha të dashuri. Ka emigrantë të tjerë që duan shumë atë dhe rikthehen për pushime? Ka shumë. Po nga çmimet nuk vjen. Edhe atje që mblidhemi, mund të ishim 10 veta par djem, me shoqërinë që kam qenë rroba qepsi. U mblodhëm, u bashkuam, pim kafe dhe vetëm për Vlorën flasim. Vetëm për Vlorën. Si të duket Vlora qyteti? Vlora është mbreti i Shqipërisë. Mos e ashtu e egzagjeroj, po që është. Do të vazhdosh gjatë pushime? Deri shtator këturi unë, siki. Djem të vinë, të ikin, domën e kanë. Ti sikë? Unë siki, deri më shtator jam këtu. Sot, qka? Dite vakët nga daunit, po shumë të ka që mirë. Dite të ka që mirë. Dhe së la fare të që që. Po, ku të bëjmë ne? Ne punë s'kemi se jemi pensionista kësa. S'kemi këtë bëjmë tjetër. Vetëm për plajë. Kur e ke nisë plazhi? Pa nga fundi majt, nga 20 maj. Deri kur e vazhdojnë? Po që se vazhdojnë koha dhe në nëndorë vjetorë, kur të vazhdojnë. Si është e Vlorë, qyteti? Si, këtun në shkuptim e thua ti, po, Vlora, qytet, të shi zgjuar se po vinë plot njerës sa të dush. Ka turist? Ka plot. Pastaj turistë, nuk është puna vetëm të turistë, po Vlora ka të huaj që kam blerë shpitu sa të dush. Më shumë dëgjën të flitet italisht, rusisht e kujdun, që sa Shqip. Kështu që ka plot. Pa dhe kështu vinë ditë për ditë plot. Dhe se sa do vazhdoj nuk e di. Se sa do ndikojnë dhe ato protestat që po bëjnë. Se nuk dihet se qa bete e punë, është një farë rëmuje me sa shumë. Nuk e di se shbet. Çfarë të pëlqen më tepër? Të gjitha të mireja. Deti mirë, me ca dallë, pasës të janë mirë, të gjitha. Së mungon jetë. Ju nga jeni? Po nga Vlora. Nga Vlora. Kur e ke nisë të sezon veror? Shpejt. Po kur e vrini? Në shtator.
Unë pensionist jam, në gjithë kohë. Po si vjetë ka filluar vonë për disa arsye familje. Ndërkohë, në qyteti ka pushues, ka turistë? Shumë. Çfarë ke parë, çfarë kombësisht? Po shqipërit po di që flasën ju të huaj dhe ikim, ne jemi teq. Po ka dot, visa ka pallatet ku banojmë janë mbush me qiraxhi. Pse duhet ta zgjedhin Vlorën? Çfarë ka Vlora është e bukur, Vlora ka qenë e bukur. Ka qenë që s'ka qenë bota fare. Vlora është tjetër. Pavarësisht rrymat, gjërat, që vinë, po rrukullisë e Gurje do vejnë në vend vetë. Përgjatë kësaj periudhe në qytet gjenden me qindra turist nga ata të Evropës lindore e perëndimore deri tek vendet e largëta si Amerika apo Australia. Do të rikthehemi me aktualitet. Periudha korrik gusht pritet të shënojë si çdo vit një fluks të shtuar udhëtarësh sipas kreut të institucionit portual Valdet Bello. Gjatë një interviste për Blu Televizion, Bello konfirmon masa të shtuara për kontrollin e territorit portual, forcimin e sistemit të rrethimit dhe rritjen e standardeve të sigurisë për tragetet dhe pasagjerët. Në kuadër të sezonit turistik veror në portin e Vlorës ka nisur zbatimi masave të posaçme për menaxhimin e territorit dhe rritjen e sigurisë me qëllim lehtësimin e lëvizjes pasagjerëve dhe mjeteve që operojnë në port. Drejtori i portit të Vlorës, Valdet Bello, ka konfirmuar se plani ka hyrë në zbatim në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse, duke synuar përmirësimin e organizimit të territorit dhe garantimin e një niveli më të lartë sigurie gjatë periudhës me fluks të shtuar. Sipas Bellos, duke u referuar përvojës së viteve të kaluara, nga data 1 korrik do të funksionojnë 2 linja tragjetesh me Italinë për t'u përgjigjur kërkesës së shtuar gjatë sezonit veror. Në kuadër të fillimit të sezonit turistik, porti detar Vlorë ka filluar të implementojë planin e ri të sigurisë në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme Detare, duke sistemuar territorin me qëllim krijimin e kushteve dhe lehtësirave në përpunimin si të pasagjerëve dhe të mjeteve të cilat operojnë në këtë port. Aktualisht janë bërë disa sistemime në territor, ku parashikohet që dhe trageti të akostohet në mënyrë më të dur dhe duke krijuar disa element sigurie të cilët ndikojnë qoftë në akostimin e tij, po dhe në përpunimin si të pasagjerëve dhe të mjeteve. Aktualisht operohet me një traget. Në ditët në vijim, prej datës 1 korrik, pritet që fluksi të jetë sipas edhe lëvizjeve që kemi të shtuara, do të jenë në shërbim 2 tragete, të cilat do të operojnë në orare të ndryshme, por në pikun e sezonit besojmë se do të jenë dhe në të njëjtën kohë, të cilat do të rakordojnë mbi bazën e planit dhe përpunimit të mjeteve dhe pasagjerëve. Drejtori i portit të Vlorës ka bërë të ditur se përgatitjet kanë nisur tashmë, ndërsa muajt korrik dhe gusht pritet të shënojnë dhe fluksin më të lartë të lëvizjeve si çdo vit. Për të përballuar këtë ngarkesë, numri i sporteleve funksionale është rritur nga 4 në 6. Aktualisht kemi një numër i cili është linear, por ka filluar ndjeshëm që të rritet, si në numrin e pasagjerëve dhe të mjeteve për përpunim. Mendojmë që për periudhën korrik-gusht, i cili është ajo periudha tradicionale kryesore, do të ketë fluks të shtuar. Aktualisht është bërë plani i ri i sigurisë, në përputhje dhe me Drejtorinë e Përgjithshme, kemi përshtatur mbi këtë plan, ku përfshihet sistemimi i territorit, rrethimi i ri, ndriçim, asfaltim i territorit dhe shtimi i gabinave, të cilat do jetë për përpunimin e pasagjerëve dhe të mjeteve. Nga 4 gabina që kanë qenë më përpara, janë shtuar 6, të cilat në kapacitet, po themi në sezon, do të përpunohet nga të dyja anët dhe do të krijojë më shumë lehtësira, qoftë për pasagjerët dhe për mjetët. Fundjava që lan pas ka regjistruar një numër më të lartë lëvizjesh në port, ndërsa muajt korrik dhe gusht pritet të sjellin sërish një fluks të konsiderueshëm pasagjerësh dhe automjetësh nëpërmjet portit të Vlorës.
Anije të cilat përpunojnë betonin dhe cimenton që ankorohen në portin detar të Vlorës janë kthyer në problem për qytetin dhe veçanërisht sektorin e turizmit. 10 anije të përpunimit të betonit dhe cimentos çdo muaj përpunojnë materialet e ndërtimit në portin detar duke lënë pas ndotjet tej normave të lejuara. Anijet të cilat përpunojnë betonin dhe cimenton që ankorohen në portin detar të Vlorës janë kthyer në problem për qytetin dhe veçanërisht sektorin e turizmit. Kjo për shkak se 10 anije të përpunimit të betonit dhe cimentos vijnë çdo muaj për të ankoruar në portin detar të Vlorës dhe aty përpunojnë materialet e ndërtimit duke lënë pas ndotjet tej normave të lejuara. Në ajër këto mjete lundruese çlirojnë shtollunga tymit të cilat shtojnë ndotjen e atmosferës. Tym ky që më pas përhapet në qytet, duke shkaktuar një sër problematikash. Një tjetër rast i kësaj katastrofe mjedisore është konstatuar në qytetin e Vlorës sërish këtë fundjavë, duke qenë kështu një rast i përsëritur muaj me radhë. Çdo ditë në portin detar të Vlorës zbarkojnë mjete lundruese të cilat përpunojnë betonin, por ajo se çfarë vihet re është ndotja tejet alarmante që shkaktojnë në ajër. Për shkak se gjatë përpunimit të betonit në portin e Vlorës, në kalatat e këtij të fundit të çlirojnë plur në ajër duke u kthyer më pas problem për qytetin. Kjo gjë sigurisht vërtetohet fare lehtë nëse shihni pa shpinës time, ku në kalatën kryesore të portit gjendet një anije e cila përpunon cimenton dhe betonin. Por ajo shkakton një ndotje teje të madhe në ajër duke dëmtuar qytetin dhe veçanërisht sektorin e turizmit. Pavarësisht se për këto mjete lundruese ka rregullat e qarta për mënyrën se si duhet të përpunohen materialet e ndërtimit, ato sërish bëjnë çfarë duan, duke përpunuar cimenton dhe betonin pa asnjë standard. Megjithëse shtollungat e tymit në ajër janë lehtësisht të dallueshme, nuk ka asnjë masë të marrë apo kontroll për parandalimin e problematikës. Mjetet që përpunojnë materialet e ndërtimit të cilat vijnë në Vlorë janë të një teknologjie tepër të vjetruar. Shpesh ato lëshojnë në det gjithashtu një pjesë të materialeve të cilat përpunojnë, duke ndotur kështu dhe basenin ujor. Për këtë situatë duhen marrë masa urgjente, pasi po dëmton imazhin e një qyteti turistik, ndërkohë që institucionet përgjegjëse heshtin. Ndalemi të zhvillimet kulturore prej fillimit të vitit dhe deri më tani, numri i vizitave në Muzeun Historik të qytetit të shëritur ndjeshëm. Sipas drejtorit të Muzeut të Bashkisë së Vlorës, Skënder Spahiu, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ka një rritje me 12% të vizitorëve në muzeume, ndërsa vizitorët që nga Portugalia, Gjermania, Franca deri tek vendet nordike. Prej nisjes së këtij viti dhe deri më tani numri i vizitave në Muzeun Historik të qytetit të shëritur ndjeshëm. Skënder Spahiu, drejtori i muzeve të Bashkisë së Vlorë, thotë se nga statistikat të cilat mbahen shënim çdo muaj deri në pa, se ka një rritje me 12% të vizitorëve në muzeume. Spahiu thotë se në këtë shifër përfshihen si vizitorët vendas, ashtu dhe ata të huaj. Ne mbajmë statistika çdo muaj. Ne deklarojmë statistikat e vizitorëve çdo muaj në Drejtorinë e Turizmit pranë Bashkisë së Vlorës. Ne raportojmë të statistika dhe ne i mbajmë shënim të gjitha vizitat ditore dhe në cilën kemi një ndarje të cilën e bëjmë edhe vetë, vizitorë vendas dhe të huaj, apo ato elemente të cilët neve kemi edhe siç është dita e fundit të çdo muaji që vizitat janë falas, apo siç ishte data 18 maj, dita e muzeumeve, vizitat ishin falas, dhe duke parë statistikat e vitit të mëparshëm, me statistikat e këtij viti, ose muajt maj të vitit kaluar dhe muajt maj të këtij viti, neve deri më sot që është data e muzeumeve dhe java e muzeumeve, kemi një rritje 10 deri në 12% të vizitorëve që kanë vizituar muzet e Bashkisë së Vlorës. Spahiu tregon se në muze ka me qindra vizitorë të huaj nga Portugalia, Gjermania, Franca, por dhe Europa lindore dhe vendet nordike. Sipas Spahiut nuk mungojnë turistët nga Indokina, Afrika dhe Amerika e Largët, të cilët gjejnë në muze artefakte të historisë së vendit tonë. Në këtë kategori, përqindja më të madhe e zënë të huajt. Kemi vizitorë nga Amerika Latine, kemi vizitorë nga Portugalia, kemi vizitorë nga Gjermania, vizitorë të shumtë, kemi vizitorë të shumë francezë, pa përjashtuar vendet nordike apo vendet e Evropës lindore, cilët janë pjesë e vizitave të muzeut të qytetit të Vlorës, por dhe atraksionit. Kemi patur nga Indokina vizitorë, kemi patur vizitorë nga Afrika, cilët shikojnë ato elemente historisë, ato elemente arkeologjisë që gjenden në muzeet e qytetit të Vlorës dhe Bashkisë së Vlorës.
Sipas drejtorit të muzeut historik dhe atij etnografik, në numrin e vizitorëve mbizotërojnë shqiptarët e trevave, të cilët e kanë kthyer Vlorën në epiqendrën e vizitave të tyre. Shqiptarët e trevave, sipas Spahiut, takojnë në qytetin e pavarësisë historinë kombëtare dhe lidhjen patriotike mes dy kombeve. Patjetër. Shqiptarët e trevave shqiptare, neve jemi dhe të paktën vende në botë që rrethohemi nga popullsi shqiptare, jashtë kufive tanë politik, të cilët e kanë Vlorën si një pjesë të atraksionit tyre. Vlorën e pavarësisë, apo ato elementë që ruhen dhe ekspozojnë në Muzeun Kombëtar të Pavarësisë, i cili është një vend, një pikë lidhjeje e organizimit dhe krijimit të shtetit parë shqiptar dhe vazhdimësia e historisë, arkeologjisë, në Muzeun Historik dhe Arkeologjik ku ne jemi, por dhe etnokulturës, Muzeu Etnografik i qytetit të Vlorës. Spahiu flet dhe për sezonin veror, ku thot se pritshmëritë sa i përket numrit të vizitave janë të larta. Pritshmëritë janë të mëdha, por këtë kemi si një moment zhvillimi të ekspozimit të objekteve që ruhen në Muzeun Arkeologjik dhe Historik të Vlorës dhe shikojmë një trend në rritje, duke parë muajt e kaluar prillin, majin, ne pritshmëritë kemi të mëdha. Dhe e shikojmë të një verë, një stin vere, të cilën do kemi një rritje të vizitorëve, por edhe njëkohësisht kjo edhe në sajt të ndryshimit të fashës orare që ne kemi, muzeet janë hapur në orët e bazdites mes orës 17 deri në orën 19 më mbrapa, por njëkohësisht duke prezantuar dhe objektet të reja që ruhen në fondin muzeor dhe gjetje të reja që janë bërë në Amantja, në Orik apo në rrethinat e qytetërimeve që rrethojnë qytetin e Vlorës. Jo vetëm në Muzeun Historik, por dhe në atë kombëtar të pavarësisë, numri i vizitorëve është 10 deri në 15% më i lartë se një vit më parë. Bruna dhe Adriani janë çifti nga Berati, të cilët fundjavat i kalojnë në Vlorë dhe zgjedhin që kohën e tyre të lirë ta kalojnë duke peshkuar. Mes pasionit, kalimit të kohës së lirë, por dhe dëshirës për të siguruar një produkt të freskët, ata preferojnë zonën e triportit për qetësinë që ofron. Mes pasionit, kalimit të kohës së lirë, por dhe dëshirës për të siguruar një produkt të freskët në zonën e triportit në Zvërnes, has çdo ditë, por kryesisht gjatë fundjavave, dhjetra peshkatar amator, jo vetëm nga Vlora, por dhe nga qytetet të tjera të vendit. Mes tyre janë dhe Bruna dhe Adrian, një çift nga Berati, të cilët fundjavat i kalojnë në Vlorë dhe zgjedhin që kohën e lirë ta kalojnë duke peshkuar. Ata preferojnë zonën e triportit për qetësinë që ofron. Sipas tyre, lëvizjet janë të pakta, deti është më i thellë dhe mundësia për të kapur peshk është më e madhe. Të dy kanë vite që merren me peshkim. Ky pasion i ka bashkuar dhe tashmë ushtrojnë së bashku në çdo periudhë të vitit. Ata tregojnë se qëndrojnë për disa orë, ndërsa largohen vetëm kur janë të kënaqur me peshkun që kanë kapur. Mbi të gjitha, kjo kohë shërben për të çlodhur dhe për të shkëputur nga lodhja dhe stresi një jave të ngarkuar. Çifti nga Berati, me profesion njëri mjek dhe tjetra inxhiniere, e shohin peshkimin me shumë pasion dhe shprehen se nuk do ta lënë kurrë, por do të vazhdojnë ta praktikojnë edhe në të ardhmen. Pasion vim çdo ditë? Ja, çdo ditë jo, nuk ka shumë. Kur kemi një javë jo, po bie ky Saragoj vogël. Po në shumë kemi për sport. Për sport? Por të shplodhur, mendjen kur i thon. Është një sport kreativ që të kënaq. Edhe hodhe prap, nuk e more. Është i vogël. Do respektuar natyrën. Bravo. Me vim me bashkëshorten? Vim me bashkëshorten. Vim nga Berati. A jeni nga Berati? Vim nga Berati. Po? Na pëlqen ky vend këtu, vetëm që vërejtje kemi me rjetat që hedhin këta. Me rjetat e peshkimit? Ju peshkuni me grep? Ne me grep, ne peshkatar sportiv. Tani më thuj diçka, ke bërë ti gruan peshkatare apo gruat ka bërë ti peshkatar? Ore, fillimisht isha ajo, pastaj se këmbgulja është nga ana e gruas. Pastaj unë kisha durimin më shumë. Edhe jemi këtu ku jemi, kemi 4 vjet që vim çdo të shtu nga Berati. E keni më tepër për qetësi apo si? Qetësi. Është vend i bukur, është edhe do mbajtur pastër. Vini vetëm këtu në Triport? Këtu. Po këtu se është më praktike këtu për neve. Nuk shmangim trafikun edhe nga. Bëni dhe plazh apo? Po ja, plazh po bëjmë tash. Rrezë dielli po marrim.
Sa ko qëndroni këtu? Zakonisht vim deri nga 2-3. Edhe keni pranë Berat? Edhe ikim pranë Berat. Keni gjuajtur gjë sot apo është dobë? Sa ja dobë desh nuk t'jep e vetë ajo masash vetëm. Nuk është se ka. Po ky do durim peshku. Do durim, e keni durimin domethënë. Për të kalitur durimin është. Faleminderit shumë. Si e quajnë? Bruna. Bruna vin me bashkëshortin? Po, vim pothuajse në dimër ver, pothuajse çdo të shtunë. E kemi edhe sport, peshkimi, po edhe për relaks. Edhe kur nuk kapim gjë, të paktën marrim ajrin e detit, atë kënaqësinë e rrugës, kështu që ja kemi parë gjithë të mirat. Në verë bëjmë dhe plazhe dhe peshkojmë. Vini nga Berati apo? Nga Berati, po, nga Berati. Po ju si keni mësuar të peshkoni? Më thuaj që ju mësoi burri apo kështu? Kështu njëri tjetrin. Në fillim do të mua mbajt që kallamin, kemi filluar në Divjak. Në Divjak, po? Erën e parë hodha unë kallami vajte ngeci tek kishat natan, dhe unë që rria e prisja. Avash avash, kisha këgja shut për të kapur karemat në fillim me dorë, po mësohesh pastaj. Sa të hyna e qefi kur ka peshkun e parë, një herë, 2 herë, pastaj. Qëndroni gjatë? Qëndrojmë deri mbas dreke, kështu se në verë më shumë, në dimër më pak, se ersohet, është dita më e shkurtër. Keni debatuar ndonjëherë me burrin kështu për punën e peshkimit? Jo, kemi që konkurrencë. Keni konkurrencë? Keni konkurrencë, kush peshkon më shumë, kush ka më shumë durim? Më thuaj pak, ti apo burri? Durima ai ka që më shumë, në fakt. Po, peshku varet, njerë ka punë më shumë, njerë ka pa ai. Kërën e kaluar e kalova. Ka peshk? Varet, për shembull javën e kaluar filloi nga dreka. Tashi në mëngjes ndoshta, nuk e di, po presim, pastaj tham që kur ka, kur s'ka. Tani, ju pëlqen natyra këtu, ju pëlqen të peshkoni, apo doni të largoni larg zhurmës sepse keni zgjedhur triportin? Shiko, triportin për arsye se tani bëhet plazh andej dhe ti kur njerëzit lahen, ti nuk mund të peshkosh, domethënë nuk je rehat. Prandaj kemi zgjedhur triportin. Plus që deti është më i thellë, duke menduar që ka dhe më shumë peshk. Qetësinë e kemi. Takojmë trurin kur thonë. Shumë faleminderit. Ka të gjitha gjërat bashkë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Në zonën e triportit takon dhe peshkatar të tjerë të cilët theksojnë se ky është një pasion i hershëm që i shoqëron ata prej vitesh. Ata qëndrojnë për disa orë, ndërsa thonë se peshkimi kërkon durim, por në fund mundi shpërblehet. Të gjejmë duke peshkuar në zonën e triportit me kallëm. Është pasion, vinë për të siguruar vaktin e shtëpisë, çfarë bën? Në një rrugë, 2 punë. E para e kemi pasion. Dhe e dyta që është po kaq e rëndësishme është dhe po kapëm, sigurojmë një meze për drekën nesër. Kështu që edhe me Hanvisën e kemi marrëdhënie shumë të mira, se shoqërohet të përfitosh nga ky peshku bio që kemi ne këtu. Është pak privilegj. Sa vite ke që gjuan? Unë kam gati 10 vjet. Po në përgjithësi të shtunë diel kemi pushim dhe shkputemi. Marrim leje dhe vim për peshkim. Sa qëndron? Po ne kemi marrë edhe bukë me vete dhe ujë. E kemi si tip weekend. Që do më thënë dorish gjithë fundjavën tu? Jo, vetëm të shtunë, të dielën në shtëpi. Në çfarë ore jeni zakonisht ditën? Je pensionist, je në punë? Jo, jam punë. Okej, je në punë edhe vin vetëm ushtroni edhe këtë aktivitet. Po. Bëjmë edhe peshkimin, e kemi sport. Sa të rish kafeneve, sa të merresh me thashë them me qyshtek. Deti është shumë paqësor, ai të afron mirësi, të afron bereqet, kur ke fat. Dhe në përgjithësi, kjo është një mënyrë që kam zgjedhur unë, një mënyrë e shëndetshme. Pse në triport? Jeni më qetësi, gjeni qetësinë këtu? Jo, sot kishte dallg. Okay. Kishte dallg dhe ky është vendi më i përshtatshëm për këtë periudhë ku ka dallg. Sa orë kaloni? Po rreth 4 orë, 5 orë. Keni gjuajtur gjë sot, ka rënë gjë? Gjëra të vogla. Gjëra të vogla. S'jam për të reklamuar.
Arrestohet Mojsi Habilaj. Sipas burimeve policore, Mojsi Habilaj është arrestuar në Borxh gjatë një operacioni të zhvilluar nga strukturat e policisë së shtetit. Ky shtetas është dënuar nga gjykata e Katanias, pjesëmarrje në organizatë kriminale të armatosur me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike. Është finalizuar në Vlorë operacioni policor i koduar metodat për kapjen e një personi dorë shumë kërkuar dhe me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Operacioni u zhvillua nga Drejtoria Vendore e Policisë së Vlorës në bashkëpunim me Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacionale në Policinë e Shtetit. Gjatë operacionit u arrit të kapet dhe të arrestohet provizorisht me qëllim ekstradimin drejt Italisë një shtetas me rrezikshmëri të lartë shoqërore, i dënuar nga autoritetet italiane me mbi 12 vjet burgim për pjesëmarrje në organizatë kriminale të armatosur me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike. Në vijim të punës intensive, timore dhe operacionale për lokalizimin dhe kapjen e personave në kërkim, bazuar në informacionet e siguruara, si dhe në përdorimin e metodave speciale të hetimit për zbulimin si dhe lokalizimin e një personi shumë të kërkuar nga autoritetet italiane. Në kuadër të operacionit policor të koduar metodat, u bë i mundur lokalizimi në një lokal në Borxh, kapja dhe arrestimi provizor i shtetasit Mojsi Habilaj, 48 vjeç, banues në Babis e Vogël Vlorë. Ky shtetas është dënuar nga gjykata e Katanias në Itali me 12 vjet, 2 muaj e 13 ditë burgim për veprën penale pjesëmarrje në organizatë kriminale të armatosur me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike. Po ashtu ndaj tij u ekzekutua edhe masa e sigurisë arrest në burg, e caktuar me vendimin numër 192 të datës 26 dhjetor 2018 të gjykatës së krimeve të rënda për veprat penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve, trafikimi lëndëve narkotike kryer në bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal, si dhe grupi strukturuar kriminal. Gjatë operacionit u arrestua në flagrancë shtetasi me inicialet EA, 46 vjeç, banues në Sarandë, si dhe u procedua në gjendje të lirë një tjetër shtetas italian me inicialet SF, 70 vjeç, për veprën penale për krahje e autorit të krimit. Ndërkohë materialet procedurale tashme janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme. Fakte dhe prova të reja që lidhen me procedimin penal ku është nën hetim edhe punojësi i policisë Aidin Islamaj në atko me detyrë specialist për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë. Hetimet kanë vijuar për dokumentimin e plotë të përgjegjësive penale. Agjencia e mbikëqyrjes policore në vijim të hetimeve të zhvilluara në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandë ka dokumentuar fakte dhe prova të reja që lidhen me procedimin penal me numër 304 të 2026-s, ku është nën hetim edhe punojësi i policisë Aidin Islamaj, në ato kohë me detyrë specialist për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Sarandës. Nga akti ekspertimi teknik i administruar në kuadër të hetimit ka rezultuar se në pasurinë në pronësi të babait të shtetasit në hetim, ku Aidin Islamaj banon janë kryer punime ndërtimore pa lejen përkatëse të organeve kompetente, duke konsistuar në shtimin e një kati mbi një objekt ekzistues dy katosh, si dhe ndërhyrje të tjera ndërtimore e rikonstruktive, me qëllim ndryshimin e destinacionit të objektit në funksion, akomodimi, hotel. Sipas konkluzioneve të ekspertëve të licencuar, struktura e realizuar përbën ndërtimtëri në kuptim të legjislacionit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, si dhe për kryerjen e saj kërkoi pajisja me leje ndërtimi nga autoritetet kompetente. Nga verifikimet e kryera nuk rezulton të jetë miratuar ndonjë leje ndërtimi për realizimin e këtij kati shtesë, ndërsa po ashtu nga hetimet rezulton se sipërfaqja e ndërtuar pa leje është jo më pak se 158 metër katror me funksion hotel. Gjithashtu bazuar në analizën e pamjeve satelitore dhe hetimeve, është provuar se punimet janë realizuar gjatë vitit 2025, kohë në të cilën edhe ka mbuluar zonën. AMP vlerëson se respektimi i ligjit duhet jetë standardi i parë dhe i panegociueshëm për çdo punojës policie. Besimi i qytetarëve sipas AMP tek institucionet e zbatimit të ligjit cënohet të rënd kur vetë funksionarët publik dyshohen se shkelin ligjin që kanë detyrimin ta zbatojnë e ta mbrojnë. Hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të përgjegjësive penale, identifikimin e çdo personi të përfshirë si dhe verifikimin e rrethanave që kanë mundësuar realizimin e këtyre ndërtimeve. Gjykata e shkallës së parë në Gjirokastër ka lënë arrest shtëpi Ermal Kokon, pronarin e pishinës Glow, i arrestuar 3 ditë më parë për ngjarjen në të cilën humbi jetën 15 vjeçari Arber Peçi. Gjykata e shkallës së parë në Gjirokastër ka lënë arrest shtëpi Ermal Kokon, pronarin e pishinës Glow, i arrestuar 3 ditë më parë për ngjarjen në të cilën humbi jetën 15 vjeçari Arber Peçi. Seanca u drejtua nga gjyqtari Ervin Kore, i cili në fillim i dha fjalën prokurores së çështjes Nertila Miftaraj, e cila ka kërkuar që i arrestuari të hetojë nën masën arrest në burg.
Avokati Ben Pasho ka kërkuar masë më të lehtë, ndërsa në fund gjyqtari ka dhënë masën e arrestit në shtëpi, duke lënë të lirë nga salla e gjyqit pronarin e pishinës. Ermal Koko, pronari i pishinës Glow, ku ndodhi edhe incidenti, është bashkëshorti nënkryetare së Bashkisë së Gjirokastër. E do të ndalemi tek sporti. Në plazhin e Hidrovorit në Akërni është zhvilluar një garë sporteve ujore kitesurfing dhe windsurfing, ku kanë marrë pjesë jo vetëm garues shqiptar, por dhe sportistë të huaj të apasionuar pas këtyre disiplinave. Kitesurfing dhe windsurfing janë sporte mjaft të rejse të cilat kërkojnë përgatitje, disiplinë dhe mbi të gjitha instruktor të specializuar. Këtë fundjavë në plazhin e Hidrovorit në Akërni është zhvilluar një garë sportive ujore, kitesurfing dhe windsurfing, ku kanë marrë pjesë jo vetëm garues shqiptar, por edhe sportistë të huaj të apasionuar pas këtyre disiplinave. Garuesit përshkruan një itinerar të veçantë duke nisur nga plazhi i Hidrovorit në Akërni për të vijuar drejt plazhit të Zvërnecit dhe më pas për ta mbyllur garën në plazhin e ri përgjatë lungommarrjes së Vlorës. Sipas pjesëmarrësve, kitesurfing dhe windsurfing janë sporte mjaft tërheqës, të cilat kërkojnë përgatitje, disiplinë dhe mbi të gjitha mësimin e tyre në drejtimin e instruktorëve të specializuar. Ata shprehen se emocionet që ofrojnë era, deti dhe adrenalina i bëjnë këto sporte gjithnjë më të preferuar nga të rinjtë e turistët. Atëherë unë kam 10 vjet që e ushtroj këtë sport. Pasioni është sepse unë kam shumë qef detin, erën, natyrën. Kështu që kjo ishte shkaku që e fillova këtë sport. Windsurf. Këto djemë tjerë bën kitesurf, që është me këto balonët, ne bëjmë windsurf, që është me vele dhe me surf në det. Po, është përshtatshëm, ky vend ka shumë erë dhe ne prandaj vim këtu, po mos ketë erë, mund të ketë dallë ndonjëherë dhe mund të bëhet edhe surf, po kryesisht ka erë dhe ne prandaj vim këtu. Këtu dhe në Porto Romano, do pak stërvitje, do pak përkushtim, edhe era nuk pyet nëse do pak kohë të lirë, kjo është ideja. Po pat që kanë lajmëruar mos dalin anijet e vogla në det, ne jemi këtu. Po ti jesh afër brekut, rreziku është më i kontrolluar, po duhet po shkove larg siç do shkojmë ne sot, do të jemi grup, do të jemi. Sot e kemi për sport, për kaos merrni si doni, po këtu sot ka erë, siç e shikoni, dhe ne do bëjmë Zvërnec, Sazan, Zvërnec, free ride, kështu quhet. Po ne me këtë tregojmë që duhet me mbajt natyrën kështu siç është. Ne pëlqejmë këtë lloj natyre të virgjër, erën, detin, po patjetër. Duhet nëse do ketë investime, mirë është të ruhet kjo lloj gjë. Zgjedhja e plazhit të Hidrovorit në Akërni nuk ka qenë e rastësishme. Garuesët thonë se kanë dashur të mbështesin edhe kauzën e ditëve të fundit për mbrojtjen e kësaj zone natyrore, duke theksuar se plazhet duhet të ruhen ashtu siç i ka krijuar natyra dhe se çdo investim në to duhet të bëhet me kujdes dhe në harmoni me mjedisin. Po, unë jam Iliran Tasellari më quajnë, jam nga Pogradeci. Është kënaqësi që ndjedhem në det, nga liçeni në det. Po ky është një sport që ka një jetë të re, domethënë që ka lindur, është i rinë, i konsiderohet i rinë si sport, por ka një prapje shumë të madhe. Quhet kitesurf dhe ne jemi pikërisht për të promovuar këtë lloj sporti dhe në këto vende tona kaq të bukura. Në këto kohë kur kjo zonë Zvërneci nominohet probleme politike të gjitha, ne duhet të japim një mesazh tjetër që edhe sporti është ambasadori më i mirë në këto raste. Mesazhin e shpreh vetë duke i ruajtur këto vende, duke nuk kemi kundra zhvillimit të zhvillohen, por të zhvillohen në mënyra të kontrolluara, transparente, që të jenë të aksesueshme nga të gjithë, të jenë në dobi të gjithëve, sepse çdo njeri duhet ta gjejë vendin e vet në këtë vend. Kjo është ide. Normal, kanë thënë afër detit, afër mbretit, por edhe liçeni është afër princit. Edhe liçeni është shumë i këndshëm i bukur, por deti është det. Shiko, ne e gjejmë vendin kudo që ka erë. Ne jemi në ndjekje të erës, se ky është sporti, atje ku ka erë ushtrohet ky sport, por dhe këtu është një perlë, është një vend spektakolar. Është ajo që thash, që duhet zhvilluar në mënyrë më të mirë, domethënë. Po them në mënyrë më të mirë, ajo sikurse bota e ka zhvilluar këto vende të këtilla. Tham që ne jemi në ndjekje të erës, por duke studiuar që era ndodhet në këtë lokalitet është në intensitetin më të mirë, ne tham ta shfrytëzojmë për këtë lidhje të këtij breku se me ishullin e bukur të Sazanit. Normal të thash ajo që mesazhi është që ky vend le të nominohet edhe le të shikohet edhe në këtë sens, domethënë në sensin e sportit, në sensin pozitiv të gjës.
Shqipëria ka një potencial shumë të madh për zhvillimin e kësaj disipline të sporteve ujore, pasi disponon rreth 280 kilometra vijë bregdetare ranore dhe kushte ideale për zhvillimin e sporteve ujore pa motor, duke e kthyer vendin në një destinacion tërheqës për adhuruesit e aventurës dhe turizmit sportiv. Ju falenderoj për vëmendjen, ju përshëndes. Miropafshi.